Zoti Islami, a besoni që edhe me goditjen e Ramës do goditen dhe oligarkët? Ata do me në paketo pasaj, janë bashk. As bëhet fjalë fare se Rama ato para që ka marrë nga arka, atyre o ka dhënë. Pavarësisht se ata e kanë dhënë pjesë më të madhe prapë këtij e kanë dhënë në xhep. Por pikërisht ata janë fajtorët kryesorë. Fajtori kryesor dhe hajduti kryesor i djersës së shqiptarëve që mban karburantin më të lartë në Evropë dhe më të shtrenjtë se sa në Kosovë dhe në Maqedoni dhe Malzi. Ja i Kastrati është hajduti kryesor, bashkë me Edi Ramën. Këta janë hajdutët. Këta shikoni ju, zonja Nensi. Këta shikoni çmimin e naftës, mos shikoni gjithë tjetër. Në një kohë kemi prodhues nafte, në një kohë që ka 20 vjet që i ikën nafta shqiptare dhe nuk e dim ku vete, nuk e dim ku janë parat, pse s'merren parat. Këto shikoni zonjë. Lereni se Maduron e diun që e keni të garantuar atje, po merreni me Maduron tonë që po na grinë për ditë. Avokat, ka pasur përmbytje ditët e fundit dhe Shqipëria, Durrësi, Vlora, disa qytete kanë qenë në ujë. Të ta them tro çfarë, është makabre kjo që them. Po i ka gjetur shumë mirë, se janë të tëra zona që kanë votuar dhe mbajnë në këmbë Edi Ramën dhe Partinë Komuniste në Shqipëri. Që janë Fier, Vlorë, Lush, Berat, Durrës, e gjithë zona fushore e Shqipërisë. Ata janë votojnë për Edi Ramën edhe mirë i gjërë. Është makabre kjo, më vjen keq sepse po bën dëmet e zakonshme dhe prapë mbi kurrizin ton do bien, por ata ti thresin mendjes dhe me që e kanë votuar këtë përbindëshin, ti thon hajde këtu ti zotëri, se ti kemi dhënë votën mor që mbi tani, ti kemi dhënë votën, hajde këtu na dil zot, ku janë lekët tona, pse s'punojnë hidrovoret? Ku janë çfarë po bëhet me Shqipërinë? Këtë të shikoj zonja Nensi e ambasadës amerikane, këto të shikoj, këto gjëra. Gonzato ç'është ai dhe del aty e thot bën parada ai me LGBT-t në Shqipëri. E kuptoni se ç'duan të bëjnë, ne duan po na zhdukin. Prandaj ngrozërin unë. Prandaj kërkojnë ndihmën urgjente të Amerikës, sepse duan të na shkomptarizojnë, të na boshatesin, të na zhdukin, të vrasin familje, të vrasin fëmijë, të vrasin gjithçka. Se çfarë diskutohet brenda kulisave ku takohen ata, ne nuk e dim se ata nuk janë transparent në bisedat e tyre. Ajo që di unë është që Amerika deri më sot ka një 13 vjet që na ka lënë një neo-Enver Hoxha në krye të shtetit, në krye të pushtetit, një neo-diktator, të cilin po e përkëdhel, të cilin po e mbështet, të cilin po e mban në pushtet, të cilin e kanë rritur, e kanë ushqyer dhe e kanë bërë ata kaq sa që bë. Sepse pa Amerikën ai nuk bënte dot gjap fare. Evropën e kemi pa diskutuar që është armike jona. Evropa është një mashtrim publik që është bërë qytetarëve shqiptar, kështu që askush të mos shpresojë se Evropa do do flasi dhe do veprojë në interesat shqiptarëve. Jo. Evropa do me çdo kusht qetësinë në Shqipëri, pavarësisht se Shqipëria u boshatis, pavarësisht se shqiptarët po vidhen dhe po vriten ditë për ditë, sepse tani ka lëshuar bandat dhe e krimit dhe grupet e organizuara kriminale në krye të grupit kryesor është vetë Edi Rama dhe Evropa rri pse i. Tani ambasada amerikane pse i bën këto? Na thotë që jemi këtu, çfarë do bëni zotërinj amerikan? Na e thoni, na e thuaj zonja e ngarkuar me punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Na thuaj çfarë po bëni me këtë Edi Ramën ju? Se ne po na përcjell shpirti ditë për ditë, ju talleni ju apo tallet ai me ne? Na e thoni, dilni hapur. Besoni që Amerika mund ta godasë Edi Ramën, avokat? Amerika mund ta zhduk nga faqedheut, e mund ta godas, por nuk do. Sepse u shërben interesave amerikane që populli të riurt. Këtë do Amerikan, nuk i prishet punë Amerikës se vuajmë apo s'vuajmë neve. Fare, hiç se ka as do ta di. Amerika do vetëm qetësi këtu mos ke dhimbje koke në Ballkan. Rama ja siguron këtë të mos ke dhimbje koke? Si shikoni, 100%. Ke parë televizor në Shqipëri? Ke parë të ngrihet njëri të kundër qeverisë? Jo, asnjëri. E ka siguruar Amerika qetësinë, ajo i duhet. Nuk do të di Amerika se ç'heqim neve dhe ç'kemi ne në kurriz. Fare, hiç. Ja po unë po ja u them, pa edhe të më thonë nuk e du Amerikën. Jo, e du Amerikën dhe kam dashur Amerikën, po Amerika nuk po më dash ka mua. Shqip.
Avokat, disa media kanë raportuar se Edi Rama do të shkojë në fund të janarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje një gazetare e kronikës ka raportuar që ai do shkojë me avokat pasi do merret në pyetje si person në DNI. Nuk e di, zyrtarisht nuk është thënë gjë. Zyrtarisht, unë e dëgjova e pas atë lajmin që tha ajo gazetarja, në mos gaboj te Ora News. Foli, unë e njoh, është një gazetare me reputacion, nuk është ndonjë gazetare e radhës, dhe natyrisht që besoj që ajo ka informacion të saktë për atë që ka thënë dhe që ka deklaruar. Megjithatë, Amerika është zotëri çdo punë dal nga dal. Në një kohë që ne po i del zjarri Shqipërisë. Nuk mjafton ai vjedhja, grabitja dhe boshatisja e popullit, por e shqiptarëve, por po mbytemi. Këta lumenj janë që kanë qenë historikisht në Shqipëri. Dhe u disiplinuan, dhe u rregulluan, dhe u sistemuan gjatë 45 vjetëve të diktaturës së Enver Hoxhës. Ku janë hidrovorët? Ku janë paratë e shqiptarëve për hidrovorët? Nuk i shikon Amerika këta, se prandaj jam i irrituar dhe po flas kështu me amerikanët. Ore nuk i shikoni ju të ambasadës amerikane grabitjet që po bën ky, nuk i shikoni që i kanë marrë tëra lekë, ka futur në xhep bashkë me Belindën. Dhe ju thonë jo do të heqim mandatet, jo do të heqim mandatin. Ju lutem, është ngritur qeveria teknike me në krye zotin Pëllum Pilinçi. Sillenin në pushtet një orën parë, sepse Shqipëria po boshatiset. Ne dim që keni probleme me Kinën, Rusinë dhe tjera. Po s'kena që mban këtë në pushtet të Shqipëri. Avokat, po Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se veprojnë ngadalë dhe rasti më i fundi që vërtetuan që ata janë shumë të shpejtë në reagimin e tyre ishte rasti i Madurës, të cilët të shkuan e morën e kapën e çuan. Për Maduron me të vërtetë treguan të shpejt ata se kishin munduri. E kupton pse nxitua me Maduron, ndërsa me këtë Maduron ton su prishet puna, thash, ka qetësi këtu. Prandaj nuk lëvizin ata. Ka që thjesht është. Dhe bëre shumë mirë që ma solle Maduro në bisedë, sepse Maduro në kanë tamam në Turin, në Bri. Dhe që te Maduro ata kanë investuar në Venezuelë, dhe që kanë investuar, mirë them, miliarda dollar, jo miliona. Dhe Maduro dëshin të çonte Kinën dhe Rusinë atë të Turit. Jo më zotëri, ka të drejt Amerika plotësisht aty. Ka të drejt dhe me Grönlandën. Po ja mbajti Evropës shkoj ta mbrojë Grönlandën, sepse po lehen si qënd në zinxhir, qoftë Gjermania, qoftë Franca, qoftë Anglia. Dhe shkojnë ta mbrojnë Grönlandën. Ua ka lënë baba Grönlandën atyre, na djalli së mos vjen aty, ai e ka Grönlandën në kufi, këta thonë rështiona thonë. Jo zotëri, Amerika të vetë marrë që s'ke me atë punë bile se vonuar. Por ndërkohë vit shikoj këtu se ç'po bëhet me këtë Maduron ton këtu. Ç'po bëhet këtu? Jemi zotëri amerikan, zonja ambasadore, po të drejtojmë personalisht me avokat Zaci Islami, më njohën personeli ju që ke atje. Edhe ju më kini parë, dhe e di që më ndiqni, e di që do t'ja u përkthejnë këto që ju them unë. Lëvizni sa më shpejt me çështje shqiptare, sepse nëse do jetë shumë vonë, ka i di unë t'ju them. Shikoj se si gëlojnë, se si livrin, se si punojnë, spionazhet e huaja me në krye patronazistët tanë këtu rreth e rrotull. Duhet të dini që ne po rrezikohemi. Edhe unë që flas kështu tani me ju, edhe ju drejtohem juve, pa diskutim ta dini që jam i rrezikuar, qoftë unë, qoftë njerëzit e mi. Zoti Islami, besoni që 2026 do ketë ndryshime të mëdha në Shqipëri, pasur parasysh që Rama në gjitha anët, po themi, ka një farë rrethimi, po ta përdorim kështu, pasi njerëzit e tij më të afërt po goditen. Jo, Rama që ka shumë i siguruar. Sa më avokat, njerëzit e tij janë goditur, Velia, Balluku. Si prishet puna për njerëzit e tij aty, aty prishet punë për veten e tij dhe për vllain e tij, për familjen e tij. Zotëri, është i sigurt sepse ka kush e mbron, ne nuk kemi qorrat mos e shikojmë. Kush po e mbron më avokat? Kina, Moska, Beogradi, kush ta mbrojmë?
Këta ka rreth rrotull, këta e mbajnë. Se po mos jenë këta i do kishte ikur brenda 24 orësh. I bi që Kina është me forca Amerika pastaj. Në Shqipëri po. Në Shqipëri po. Në Shqipëri Kina dhe Moska urdhërojnë. Ata planet e atyre po zbatojnë. Ndaj u bi thirrje e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ambasadorës amerikane të ngarkuarës me punë. Sepse po gëllojnë, po lëvrinë dhe po komandojnë ata kinezët dhe rusët. Ka pasur raportime që dhe këtë raportim ose këtë lajme ka thënë avokat Spartak Ngjele që Amerika ka hequr dorë nga marrja e Sazanit nga Edi Rama dhe konkretisht dhëndri Donald Trump. Këtë në mos gaboj thanë dhe është dhe një vendim i presidentit Amerikan që të largohen nga Sazani dhe nga Serbia ata njerëz të familjes të dhëndër kush ishte nga ata. Këtë se tha për herë parë ky Ngjela është thënë publikisht. Çfarë do thotë kjo? Është pezulluar për një vit. Tani është pezulluar për një vit dhe do hapet prap kjo tema, po se çka ndodhur, se do ndodh nuk e di. Një gjë e di mirë që ne Sazani nuk e lëshojmë. Edhe unë që po vetë 80 vjeç, që do vetë ta jap jetën atje në Sazan. Ta dinë amerikanët. Sazani është tokë shqiptare, është trull shqiptar dhe do betet tokë shqiptare, ose do lahet me gjak. Jepet për investim avokat. Nuk kemi nevojë të na investojnë ata aty, po duan të investojnë dhe të vinë të investojnë atje ku kemi ne nevojë. Jo atje ku kanë ata interesa dhe fitime. Të investojnë zotëri në industri shqiptare që shkatërrojnë Enver Hoxha. Ky Sali Berisha fal. Të investojnë të ringrën azotikun, të ringrën superfosfatin e laç, të ringrën atë uzinën industri mekanike, të ringrën uzinën e telave në Shkodër, këto që i shkatruar dhe i vodhën, këta banditët e Saliut edhe të Ramizalis. Aty kemi nevojnë të investojnë. Jo të investojnë aty ku kanë interes vetëm ata. Të investojnë që mos t'i shqiptarët. Të investojnë dhe të ulen të këmkryq dhe të shikojnë legislacionin të qërohet të zhduket ligji 7501, ligji vëllavrasës i shqiptarëve. Këtë të shikoni ju, zonja Nenci. Këtë, ligjin 7501 se po na vrasën, po vrasim njëri tjetrin. Ka pasur një takim të Agron Shehit me ambasadën amerikane. A besoni që Agron Shehi mund të jetë një personazh që mund ta marrë dhe ta udhëheqë Shqipërinë nëse bie Edi Rama? Shiko, nga që kam dëgjuar, nga deklarata që ka bërë, ai të ngjall besim. Po edhe mendoj që 100 herë më i mirë na Edi Rama është. Megjithatë kjo varet nga mbështetja që do t'i japin ata se tani s'ka budalla që nuk e di që pushtetin Shqipëri vendosin të huajt, evropianët dhe amerikanët. Po sa i përket Adriatik Klapajt i cili po proteston para kryeministrit. Është djali Sorosit. Është djali Sorosit. Keni ndonjë të dhënë Jo, informacion? ai kur dolëm ne që protestonin para kryeministrisë, ai erdhi na hoqi mikrofonin bashkë me ata një 3-4 që ka aty rreth rrotull, që është një qirezje ku një 2-3 tjerë. Ne ishim disa aktivistë, midis shumë të tjerëve, ishte edhe aktivisti e nderuar Ira Kurti, erdhi mori mikrofonin dhe na largoi. Na shkeli, na hoqi të drejtën e protestës. Lemo është i blera i mërzotëri. Ora ku gjeti Edi Rama Adriatik Klapaj që eftoi dhe bëri gjasme debat me të zonë e lirë. Që janë këto. Se ishte i stisur thua ti? Jo, po çka kishte fjetur me Lapaj në Edi Rama që e thiri dhe ftoi aty? Ftoi Arjan Çani atë. Arjan Çani? Po, Arjan Çani që po të shikoj Arjan Çani të ketë kujdesen në çdo bisedë që bën në kanalin e tij, në emisionin e tij, merr në mbrojtje interesat greke. Zotëri, kej kujdes se greku kërkon vorjoepirin. Kej kujdes dhe mos i mbështet ato veprime të tyre, se do pendohesh nesër pas nesër. Ka pasur një lajm ditën e sotme ku është thënë që Banka Tregtare Kombëtare, BKT, ka rënë pre është thyer siguria e saj ku disa karta të klientëve që merrnin kishin llogari atje janë klonuar dhe u janë vjedhur parat.
Këtë gjë e ka thënë kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare, Pëllum Pilinçi, e ka thënë disa herë, madje edhe Pardje bëri thirrje dhe tha, ndërpritni marrëdhënien me bankat se janë banka e në hajdut. Dhe praktikisht ato janë hajdute, si janë banka. Janë hajdut, zotëri. Edhe i vjedhin vetë punojësit e bankës u vjedhin parat. Nuk janë këto klonime, këto terma që në nxjerrin kështu. U vjedh banka, Shqip, troç. Kjo gjë u tha dhe për Raiffeisen para pak kohësh, kjo gjë del tani për BKT-n, edhe për ato bankat e tjera, filialet greke të bankës Pireut apo të ç'është ajo, një 3-4 banka aty që Tirana Bank, ku diun që janë. Zotëri, si janë banka ato. Ato janë. Ti mendon që i bëjnë vetë ata dhe? As bëhet fjalë fare, nuk e merr dot njëri sekretinë e bankës. Shko merre ti, dakord. Shko, klonoj ti, dakord. Nuk ka frikë banka që mund ta hetohet dhe të rezultojë që e ka vjedhur vetë. Ja e thanë, e gjetën justifikimin, janë klonuar, thanë. Sa të sigurt janë parat e shqiptarëve në këto banka? Fare. Zero. Çfarë do të bërë avokat? Çfarë duhet bërë? Me në parat futin në xhep. Ti mbajmë, ti kthemi kohës para 100 vjetëve, ti mbajmë. Se di, ju e dini. Ju e dini. Ju vepruat dhe me siguri mathematike për piramidat. U thanë, nuk s'kini meraku, tha Sali Berisha, se janë të garantuara parat e shqiptarëve. Meri, shko meri. Se parat e shqiptarëve të piramidave, di ku janë apo jo? A e dini ku janë? Shkoni kërkojni se i keni në për tunele. Ja, ka që thjeshës.